Pse shaonra e tutet ka kallabllak arsye, këtë më shumë çështje psikologjike, sa që në çështje fetare, tani pastaj mund të thotë dikush pa psikologjia çka është? Psikologjia edhe është pjesë e fesë, por është shkencë e veçantë që merret me studimin e mendimeve të njerëzve, sjelljeve të njerëzve, primeve të njerëzve. Është çështje që ai arrin më së miri, shtjellon më së miri dhe të kallzon, arrin me zbulu me kuptue pse po tutesh. Psikologi arrin me kuptu pyetje pas pyetje, arrin me kuptu thotë që to është defekti i ti. Njeriu mund të ketë shumë elemente, shumë faktor, por i përzihen. Psikologit e qëtë të tonë të klasifikon një ka një, thëtë që të eliminoje, që të forcoje, që të anashkaloje, që të jepe përparësi, që të ushqeje më shumë, që të element edhe në rregull jena. Po mund tjetë nga njëherë edhe prej cyti për shejtanit mallkuar, mund tjetë, por të mëra me abdes të robi, dhe që në ti kur tutet, me frye shtratet, para se më ra, me bëdhikrin dire se ta mërgjumi. Tash prapë më këthin nga ana psikologjike, do të me bind fëmijën se nata si dita e ndë Zotit, dhe se s'ka kush ka na bana as ditën, as natën pa tha Zoti, dhe se qëta që kem ditën që të jena natën, dhoma ju të është dhoma ku flanti ditën, dhoma ku flanti natën, vetëm se bëherë sihir. S'ndryshoj asgjë. Por shumë herë që thate pun filmave, pun lojnave tjera, shumë herë nanat, duke qenë të vegjël, kanë arrit me na bind neve, për shembull, një shembull, se në bunar, po i kemi thënë bunar pusave të në bunarve, është nana e bunarit. Çka bën ai të han? Rrym se gërbam se zgat bunar se të hanana e bunarit. Nuk na theshin neve rruj se mytesh me ran bunar, mytesh e nuk të kërkosh, nuk mund na me të nxjerr për shkurt ata i kanë rënë. Runu mos afrohen te bunarit të hanana e bunarit. Dhe na kanë pjek neve në kryset më të vegjël se në bunar kanë diçka që quhet nana e bunarit del pe bunarit. Dhe më të thon natën, shkon nxjerr ujë me kohë pe bunarit, shans nuk ka pas. Shans nuk ka pas që ka guzu kush për fëmijë po flas. Me shku me marr, bunara kanë 15 metra, 20 metra ose 10 metra pe pragut derës. Pra në mënyrë psikologjike i kanë friksu fëmijët. Tash me këto farë filme harare, me këto farë pitutit ja bojnë sikur se me qenë real, si me qenë realitet, po friksohen. Andaj tash mos ta bëjmë këtë temë, se puna e frikës e trimnisë është, këto janë virtyte, cilësi të lindura. Anëpse nuk pajtojnë numri psikologëve diun edhe sociologëve, por mos pajtojnë një me atë grupin tjetër, të cilët mendojnë se këto janë të lindura. E me pas ushqehen nga familjarët dhe nga rrethi. Përpara njerëzit e mëshëm i kanë trimëru fëmijën pe vozhlie. Për shembull, në për luftra. Kur kanë qenë luftë, që kanë bë? I kanë marrë fëmijën, i kanë trajnue, me ushtrue për luftra. Sepse shpejt rritet ai. Sepse bëva kia tina me pa, ka ja prejnë babën e nanën atë dhe ati jetë traum tani, dhe të adaptohet ai. S'ka ku ik luftrave, bota me luftra, ose pun bujarie, ose pun bujtësia atje. Prej që të bëthmija 5-6 vjetë, baba mërë birën e vetë në fush atje. S'ka ku ika, s'ka ka mana ik, që jetën e ka përpare, jetë atina është me lëpe, me kose, me grune, me drythe, me breqete, dhe kështu me radhë, ndaj. Qysh të kalet, qëtër është në gjë e ti atje. Ta shimazjen, qka dalej? Fëmija, 7 vjetë, 8 vjetë, 10, del e lyp lëpen, i ka hup në mal, 2 dit nuk thejet të shpija pitute, nanës vetët, babës vetë. Nuk thejet e shpi. E harën vetën ai, thot qysh me shku në pa lup. Këta tutën të tanë, ma zion djallin të qka natën e stutet heq. Qka ndaloj ai, për këtina që tutën mrena në dhëmë vetë. Si të mshel syt tutet. Sepse ai është kalit, është të duku mos më tut. Dërsa kë, është të duku më tut pe që lind.